A e dini se kanë shpikur një metodë tani që pasi vdes trupi njeriut e kthejnë në pemë? Po, e transformojnë në pemë. Dëgjojeni me kujdes, jam i bindur që do t'i surprizoj. Kush është rastisht e t'i bëj faj si gjithmonë, nëse nuk e ka bërë ende, dhe ju faleminderit që jemi për herë bashkë. Lexova një artikull anglez që gjoja është shpikur në Angli. Nuk është e vërtet, dhe tani po ja u tregoj. Një ide e tillë kishte lindur në vitin 2003, parafërsisht nga një çift italian, që thoshin që trupi njeriut mund të shndërrohet në biodegradabile. Çdo të thotë kjo, të shndërrohet në diçka natyrore që t'i jap jetë jetës. Pra, në radhë të parë t'i jap jetës së tij ai njeri dhe t'i jap jetë edhe planetit. Do thotë në njëri nga ju, po si është e mundur që njeriu pasi të vdesi të bëhet pemë? Dëgjojeni me kujdes. Atëre, pikë së pari, pasi vdes trupi njeriut, e fusin në një dhomë që është me temperatura shumë të ulta. Pastaj e fusin në një kuti, që është tip kutie prej metali, dhe brenda hedhin azot të lëngshëm. Dhe arrin temperatura që bëjnë që gjithë trupi të shkrihet. Sepse pasi e fusin këtu në këtë kuti dhe pastaj e çojnë në një le të themi lloj sistemi që e bën me vibrime, pra vibron trupi, nga ai moment fillon edhe shpërbëhet, sepse qelizat tashmë janë shkëputur mes njëra tjetrës dhe bëhet në formë pluhuri. Por nuk mbaron këtu, sepse nga momenti që bëhet në formë pluhuri, në fakt po ta shikoni në këtë projektin e këtyre italianëve, quhet Capsula Mondi. Dhe e thash që në vitin 2003, edhe pse anglezët thonë që po jo e kemi shpikur ne, nuk është e vërtet, thash e kanë shpikur është një ide shumë e vjetër, dhe po thoshja e shikon në këtë projekt, pra në projektin Capsula Mondi, e shikon në formë veze. Pra, ky çifti italian e kanë bërë në formë veze trupin e njeriut, jo vetëm trupin e njeriut, por përbërjen, me një fjalë qelizat e tij në formë veze, me një pemë sipër. Pra, ky është simboli i tyre që kanë vendosur që në vitin 2003. Dhe mirë po, në Itali nuk ishte e mundur në atë kohë, dhe kështu që e mbajtën aty në sirtar, deri sa tani doli shpërtheu sërish kjo metodë. Pse? Sepse tani është e nevojshme. Gjithë këta trupa njerëzish nuk ka vend se ku të futen, nuk e di e dini apo jo. Nuk ka vende për të varrosur njerëzit. Është tepër e vështirë, bile edhe kushton. Dhe kjo në këtë moment, pra në momenti që ata e vendosin në këtë sistem që i shpërbën ato qelizat, e bën në formë pluhuri, e marrin të gjithën këtë pluhurin dhe e vendosin në një arkivol, le të themi, sepse nuk është shumë e vogël si kuti, prej fungi, si quhen, prej kërpudhash. Pra është në formë kërpudhe, me përbërje kërpudhe, sepse është shumë i lehtë. Pra një arkivol i lehtë, por jo vetëm i lehtë, por është shumë i rëndë, me fjalë shumë i rezistueshëm, sepse nëse edhe të qëndrosh sipër tij me këmbë, nuk e thyen dot. Dhe me kalimin e kohës, pasi e fusin në dhe, me kalimin e kohës aty, me fjalë, e fusin në dhe fusin fara, pemësh për shembull, dhe fillojnë edhe lindin fidan të rinj. Pra fidanët ushqehen me pemë, po flasim, ushqehen me trupin e atij që vdiq, të atij që u shpërbë, që u bë pluhur. Dhe në këtë moment njeriu, ai që kishte vdekur, rilind sërish. Bile unë di që tani kohët e fundit në Angli kanë bërë një pyll të tërë me një sistem të tillë. Pra njerëzit në vend që të shkojnë në një varrim, në një varrez që aty është emri dhe mbiemri, tashmë e kanë tek pema emrin. Nuk e dim kuptoni apo jo, në një pemë aty ku lind trupi i tij, që tashmë lind dhe jeton në një formë tjetër, por jeton përgjithmonë, sepse një pemë jeton përgjithmonë. Mjaft që ti ta krahasitesh dhe ajo jeton për herë. Kështu që në vend që ti të shkosh në një varrez, shkon aty tek pema dhe i flet pemës, si kanë bërë tani në Angli, po thosha. Por e di që ndokush nga ju tani do thotë çfarë janë këto marzira. Shiko, kur njeriu vdes, me një fjalë trupi njeriu vdes, ti edhe po të çosh kockat, për shembull në një
bar apo ku ta di unë, prap se prap ti me atë flet. Pra nëse ti shkon aty dhe komunikon me këtë gjoja që ti i flet dhe i përulesh apo ku ta di unë, ti i përulesh një varri, i përulesh një peme, i përulesh një toke aty ku e ke vendosur atë njeri, e njëjta gjë është. Ju si mendoni? Doja t'ju pyesja juve. Ju çfarë mendimi keni për këtë ide të re? Kapsula mondi. Disa e quajnë edhe një varrim, si mund të quhet, biodegradabile. Me një fjalë, varrim që e rilind trupin e njeriut në një formë tjetër natyrore, me pak fjalë. Nuk e di, e njihni apo jo si fjalë biodegradabile. Dhe dikush nga ju ndoshta çuditet me këto, sepse unë në të vërtet këtu, edhe pse ju pyes juve, ju them që çfarë mendimi keni, por unë them se në të ardhmen do jetë shumë e vështirë për të varrosur njerëzit, sepse s'ka më vende. Nuk ka më vend. Do ta shikoni, në të gjithë botën ka probleme për të varrosur trupat e njerëzve. Bile po këtu kush jeton në Itali e di shumë mirë që të gjesh një vend për varrim disa njerëz që kanë para, e blejnë paraprakisht, e blejnë sepse nuk ka vende. Nuk ka vende. Dhe kushton shumë, kushton një varrim me një fjalë me gjithë atë arkivolin apo ku ta diu, mund të kushtoj 3, 4, 5, 6 deri në 10.000 euro, varet nga po flas nga të gjitha saltanetet, si quhet, që ti mund ta bësh në maksimum një varrim. Ndërsa ky varrim i këtu, kapsula mondi, kushton rreth 350 euro. E dëgjuat mirë. Gjithsej kushton rreth 350 euro, se e bëjnë që të gjithën ata. Ata ti jep trupin atyre dhe ata bëjnë procesin, pra e marrin trupin, e ftohin, derisa ftohet shumë, i hedhin një lëng me një fjalë të azotit, me një azot i lëngshëm, dhe pastaj trupi shpërbëhet, qelizat shpërbëhen, pastaj e fusin në këtë sistem që bën me vibrime, dhe trupi nga ajo që janë shpërbërë qelizat, e bën me shumë shpejtësi, bëhet në pluhur, në formë pluhuri. Pastaj e marrin dhe fusin bëjnë në një formë, le të themi, me këtë kapsulën prej kërpudhave, dhe e fusin në tokë. Aty pastaj mbjellin pemën dhe lind pemë. Ju do ta bëni një gjë të tillë? Është një pyetje. Dhe çfarë mendimi keni për këtë sistem të ri të varrosjes së trupit të njeriut? Pres komentet tuaja. Meqense po prisja këtu 2 minuta, doja t'ja u tregoja këtë, sepse sapo lexova një artikull thash anglisht, dhe që thoshin që një ide e re është shpikur në Angli, nuk është angleze, e përsëris dhe një, por është bërë në Itali në vitin 2003 për herë të parë, që është regjistruar, pastaj e kanë, nuk e din se e ka regjistruar apo jo, po unë kisha lexuar një artikull dhe e dija këtë gjë, që para disa viteve, por e përsëris dhe njerë, kjo është një pjesë e së ardhmes së njeriut pas vdekjes, se çfarë mund të ndodh, me fjalë shpikjet që mund të bëhen pas vdekjes së trupit të njeriu. Doja të pyesja juve tani, ju çfarë mendimi keni për këtë argument? Më thoni, pres komentet tuaja, kalofshi një ditë të bukur dhe mos u mërzisni, sepse të gjithë do kalojnë. Askush nuk i shpëton dot. Kështu që një ditë apo një tjetër, në një formë, me fjalë, nëse një ditë apo një tjetër do ikim të gjithë nga kjo botë, duhet edhe menduar se në çfarë forme të ikim. Kjo formë këtu mendoj se është një formë e veçantë, por të paktën ndihmon tokën dhe është një rilindje e re. Apo jo, si thoni ju, presë, unë dua përgjigjen tuaj. Hajde, faleminderit, kalofshi bukur.